Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Protesta kombëtare në Tiranë ka hyrë në ditën e 11 me qytetarët që vijojnë tubimin çdo pasdite në orën 18. Organizatorët kanë bërë thirrje edhe për pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa kërkesa kryesore mbetet krijimi i një qeverie teknike me përfaqësues të intelektualëve. Tubimet të mbështetje janë raportuar edhe në disa shtete ku jetojnë shqiptarë. Protesta kombëtare që po zhvillohet në Tiranë ka hyrë në ditën e 11 radhazi me pjesëmarrje të qytetarëve që mblidhen çdo ditë në orën 18 për të vijuar tubimet e tyre. Organizatorët kanë bërë të ditur se protestat po shtrehen edhe jashtë vendit, pasi tubimet mbështetëse janë organizuar në disa shtete ku jetojnë shqiptarë, duke i dhënë asaj një dimension diasporik. Në fokus të kërkesave të protestuesve mbetet formimi i një qeverie teknike e përbërë sipas tyre nga intelektualë dhe figura të pavarura të vendit. Protestuesit theksojnë se ky është kushti kryesor për zgjidhjen e krizës politike që ata pretendojnë se po kalon vendi. Gjatë tubimeve janë dëgjuar thirrje si revolucion dhe Shqipëri e re, ndërsa protestuesit kanë artikuluar edhe kërkesat për largimin e qeverisë aktuale. Ata deklarojnë se nuk do të rrihen nga protesta deri në realizimin e kërkesave të tyre politike. Protesta e cila ka marrë vëmendjen edhe jashtë kufive vijon të mbetet e përqendruar në Tiranë, ndërsa pritet të shohë pjesëmarrje më të gjerë në ditët në vijim. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar sërish ndaj deklaratave të zëvendësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit lidhur me protestat për investimin në Zvërnec. Në një postim në rrjetin social X, Rama ka akuzuar Teheranin për propagandë dhe shtypje të qytetarëve, duke theksuar se Shqipëria është një vend ku protestohet lirisht dhe pa frikë. Ky është reagimi i dytë brenda 24 orëve i kreut të qeverisë ndaj autoriteteve iraniane. Kryeministri Edi Rama ka vijuar replikat me autoritetet iraniane pas deklaratave të zëvendësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bakej, mbi protestat që po zhvillohen në Shqipëri për investimin në zonën e Zvërnecit. Qetësou zoti kryeministër, ishit ju që e nisët këtë. Do t'ishte më e zgjuar të tregoje pak respekt për inteligjencën dhe gjykimin e popullit tënd, si një këmbë me kulturë të pasur dhe histori krenare. Nuk dua asnjë shpjegim prej teje, por të lutem, kur përballesh me zemërimin dhe kritikat nga qytetarët e tu, mos përdor të tjerët për t'u ikur përgjegjësive. Në një postim në rrjetin social X, Rama ka ironizuar qëndrimin e Teheranit duke u shprehur se qeveria iraniane i është bashkuar zyrtarisht protestave me të njëjtat parulla në Shqip, në një situatë që sipas tij është përdorur për të deformuar realitetin dhe për ta kthyer një protestë mjedisore në një thirrje politike kundër qeverisë. O sa e turpshme nga ju. Gjithsesi faleminderit për shqetësimin tuaj ndaj inteligjencës së popullit shqiptar. Do të ishte shumë më bindse nëse do të vinte nga përfaqësues të një regjimi që nuk i godet vazhdimisht qytetarët e vet me censurë, intimitim, ndërprerje të internetit dhe shtypje të mendimit ndryshe. Duke krahasuar situatën në Shqipëri me atë të Iranit, kryeministri thekson se qytetarët shqiptar gëzojnë të drejtën për të protestuar, për të kritikuar qeverinë dhe për të kërkuar zgjedhje të lira pa frikë ndëshkimi. Ju citoni protestues shqiptar që mbron rastin në rrugë. Shumë mirë. Kjo quhet demokraci. Në Shqipëri njerëzit janë të lirë të protestojnë kundër qeverisë së tyre, të kritikojnë kryeministrin, të kërkojnë drejtësi dhe zgjidhje pa pasur frikë nga burgosja. A mund të thuhet e njëjta gjë për njerëzit në emër të cilëve pretendoni se flisni? Ai cilësoi paradoksale shqetësimin e shprehur nga Teherani për protestat në Tiranë, duke akuzuar autoritetet iraniane për censurë, intimidim dhe shtypje të mendimit ndryshe. Edhe është veçanërisht domethënëse që papritur keni zbuluar një shqetësim kaq të madh për protestuesit në Tiranë, ndërkohë që gjaku i 10 mijëra njerëzve tuaj rëndojnë mbi dërgjegjen e regjimit tuaj, ndërsa të panumërt vazhdojnë të vuajnë persekutimin, represionin dhe burgosjen, edhe ndërsa 10 milion mbeten të bllokuar në kushte që të përkasin më shumë sjetës se sa shekulli të 21. Në vijim të reagimit, Rama ka përdorur një gjuhë edhe më të ashpër, duke deklaruar se regjimi iranian mban përgjegjësi për represion dhe vuajtje të qytetarëve të vet, ndërsa e ka cilësuar atë si një shtet terrorist sipas vet përkufizimit. Populli shqiptar është vërtet mjaftueshëm inteligjent për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra. Pikërisht për këtë arsye, ai di të bëjë dallimin mes një debati demokratik dhe propagandës. Programet tuaja të automatizuara, profilet e rreme
dhe videot e manipuluara mund të shtojnë konfuzion të përgjithshëm digjitale helmit të regjimit tuaj plot urrëtie, por nuk do të arrijë askund, sepse pavarësisht dallimeve që mund të kemi mes nesh si shqiptar, ne jemi të gjithë të qartë dhe të bashkuar në bindjen se çdo lloj regjimi që e mban popullin e vet në errësirë dhe varfëri është armik i mënyrës sonë të jetesës, i maskuar si shqetësim, dhe juaj është më i keqi nga të gjithë, një shtet terrorist sipas vetë përkufizimit, u shpreh kryeministri. Ky reagim vjen si përplasje e dytë brenda 24 orëve mes kryeministrit shqiptar dhe autoriteteve iraniane, pasi edhe në një konferencë për shtyp më herët, Rama kishte akuzuar Teheranin për ndikim në protestat në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë thirrje mbështetësve të opozitës që t'i bashkohen protestës së qytetarëve që vijojnë për më shumë se një javë. Ai kërkoi që të rinj demokratë të marrin pjesë pas simbolet e partisë, duke cilësuar tubimin si një protestë qytetare dhe rinore. Berisha njëkohësisht kërkoi edhe mbështetje ndërkombëtare për protestat dhe akuzoi ashpër qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje publike për mobilizimin e mbështetësve të opozitës në protestën e qytetarëve që po vijon prej më shumë se një jave në vend. Gjatë një deklarate, Berisha u kërkoi demokratëve dhe simpatizantëve që t'i bashkohen protestës, duke theksuar se pjesëmarrja duhet të jetë pas simbolet e partisë, në mënyrë që sipas tij tubimi të ruaj karakterin qytetar dhe rinor. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protestë. Duhet ta mbështes kësaj here pas simbolet e partisë. Le të jenë rrëfim, sepse është protestë qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protestë. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjërë sot. Kundërshtarin e tij në qeveri e shënjestroi edhe për ironinë e përdorur ndaj protestuesve. Ti quhesh nazist ata apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit, sepse thonë Shqipëria rikujtoi një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarëve, është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme. Mithat Frashi ishte një burr mendjendritur, një adhetar. Berisha u shpreh se forca politike që ai drejton ka kundërshtuar çdo nismë të qeverisë që kërcënonte mjedisin. Edi Rama e nisi me shkatrim në parkut Butrintit, e vazhdoi me shkatrimin e zonës së mbrojtur të Nartës. Nuk ka krim më të shëmtuar se aeroporti. De facto, jeta e kolonive të flamingove, në qoftë se fillojnë fluturimet, bëhet e pamundur në atë lagunë. Dhe duhet ta dini këtu, ta dinë shqiptarët, se projekti direkt në anën e lagunës, toka direkt nga ana e lagunës, është bler nga kocka mafioze më rrezikshme e Europës, Edi Rama Ergyes Agasi. 302 hektar janë këtë anën e lagunës. Duan syt ata, duan të shplodhin syt aty janë. Ndërkohë Berisha ka folur edhe gjatë mbledhjes së grupit parlamentar në PPE, ku ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për protestat që po zhvillohen në Shqipëri, duke konsideruar ato si shprehje të pakënaqësisë qytetare ndaj qeverisë. Kërkova nga drejtuesit e Partisë Popullore dhe të pranishmit të ushtrojnë të gjithë autoritetin e tyre në mënyrë që kriza e thellë që ka përpir vendin, që tashmë ndodhet në sallën e urgjencës, të zgjidhet në mënyrë paqësore, largimin e Edi Ramës, krijimin e qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Berisha paralajmëron se Partia Demokratike do të depozitojë një padinë SPAK lidhur me marrëveshjen për dhënien e parkut të Butrintit privatit, si dhe do të kërkojë anulimin e ligjit për zonat e mbrojtura të miratuara nga qeveria. 7 ditë pas zhdukjes së Eglant Koçit, hetimet kanë nxjerrë në dritë detajet e reja që forcojnë dyshimet për një rrëmbim të organizuar dhe një vrasje të mundshme. Dëshmia e kamarierit Enea Zyferi, pamjet filmike dhe provat e sekuestruara kanë orientuar hetuesit ndaj Armand Shakajt, i shpadhur në kërkim. Ndërkohë, kërkimet për gjetjen e 34 vjeçarit janë shtrirë edhe në zonat malore jashtë Tiranës.
Misteri zhduke se Eglant Koçit mbetet ende pa përgjigje, por hetimet e policisë së Tiranës dhe prokurorisë po ndërtojnë gjithnjë më qartë skemën e asaj që dyshohet se ka ndodhur me 34 vjeçarin që prej datës 4 qershor, sipas hetimeve, dita e fundit kur Koçi është parë, ka qenë në lokalin Armand Shakajt. Këtë fakt e ka konfirmuar edhe Enea Zyferi, kamerieri i biznesit, i cili ka deklaruar para hetuesve dhe më pas para gjykatës së Tiranës se e ka parë Eglantinin të hyjë në lokal, por nuk e ka parë më të dalë prej tij. 25 vjeçari arrestuar për përkrajet autorit krimit ka mohuar përfshirjen në ngjarje dhe ka deklaruar se nuk ka dieni për fatin e Koçit. Megjithatë, dëshmia e tij ka ndihmuar hetuesit të rindërtojë lëvizjet e personave të përfshirë. Sipas Zyferit, në ditën e ngjarjes Armand Çakaj i kishte kërkuar të fikte dritat e lokalit duke i thënë se do të nxjerrte jashtë një frigorifer. Verifikimet e policisë kanë treguar se edhe pse ambienti ishte në errësirë, kamerat e sigurisë kanë vijuar të regjistrojnë. Pamjet filmike të administruara nga grupi hetimor tregojnë Shakajin teksa del nga ambienti me një objekt të madh të mbuluar në ngjyrë të zezë, ndërsa hetuesit dyshojnë se aty mund të jetë transportuar trupi i pajeti i Eglant Koçit. Dyshimet janë të përforcuar edhe nga provat e gjetura në automjetin e Shakajt, ku janë konstatuar njolla gjaku. Sipas dëshmisë së Zyferit, një ditë pas ngjarjes, Shakaj ka kërkuar të lante makinën në një zonë të largët pranë fundit të bulevardit të ri, pikërisht aty ku ai është ndaluar nga policia. Një tjetër provë e rëndësishme për hetuesit ka qenë gjetja e motorcikletës së Eglant Koçit në zonën e 5 majit. Analizat e kamerave të sigurisë kanë zbuluar se mjeti ishte transportuar aty nga vetë Armand Shakaj. Sipas policisë, motorcikleta është lënë qëllimisht në atë zonë për të humbur gjurmët dhe për të orientuar hetuesit në një drejtim të gabuar. Pamje të tjera tregojnë 41 vjeçarin duke lëvizur me motorcikletën e Koçit dhe më pas duke u larguar nga vendi ku ai u braktis. Këto prova e kanë lidhur drejt për drejt Shakajin me zhdukjen e 34 vjeçarit. Pas këtyre zbulimeve, policia ka identifikuar edhe ambientin ku dyshohet se Eglant Koçi është mbajtur peng, ndërkohë një tjetër pistë hetimore lidhet me lëvizjen e Armand Shakajt drejt zonës së Dajtit menjëherë pas ngjarjes. Sipas dyshimeve të prokurorisë, ai mund të ketë udhëtuar në zonat malore për të fshehur ose zhdukur trupin e viktimës. Për këtë arsye, kërkimet janë zgjeruar në territorin mes Tiranës, Dibrës dhe Librazhdit, ndërsa deri më tani nuk është gjetur asnjë gjurmë e Eglant Koçit. Burimet pranë hetimeve bëjnë me dije se motivi i dyshuar i ngjarjes lidhet me konflikte që mund të kenë origjinën në aktivitetit të kriptomonedhave dhe call centerave. Megjithatë, autoritetet vijojnë të mbledhin prova për të dokumentuar plotësisht ngjarjen dhe për të zbardhur fatin e 34 vjeçarit, i cili prej një jave rezulton i zhdukur pa gjurmë. Gjykata e posaçme ka urdhëruar SPAK që t'i dorëzojë kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe mbrojtjes së tij 24 fashikujt e dosjes hetimore. Vendimi u dha në një seancë ku mungoi vetë Veliaj, i cili u përfaqësua nga avokati i tij. Në seancë u shënuan gjithashtu mungesa të tjera të avokatëve dhe u paraqitën kërkesa për shtyrje dhe debat mbi afatet e paraburgimit. Gjykata e posaçme ka urdhëruar prokurinë e posaçme që t'i vërë në dispozicion kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe mbrojtjes së tij 24 fashikujt e dosjes hetimore, një kërkesë që është paraqitur në mënyrë të përsëritur nga avokati i tij, Plaren Dreca. Vendimi u mor gjatë seancës së zhvilluar këtë të mërkur, ku vetë Erion Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit. Ai kishte dorëzuar më herët një letër ku njoftonte mungesën e tij, duke argumentuar se mbajtja në kafaz nuk është as e hijshme as dinjitoze dhe për këtë arsye kërkonte të përfaqësohej nga avokati. Në të njëjtën seancë munguan edhe 4 avokatët e të pandehurve të tjerë në proces, çka solli një situatë procedurale të komplikuar. Përfaqësuesit e SPAK-ut kërkuan ndërhyrjen e seancës dhe njëkohësisht pezullimin e afateve të paraburgimit për Erion Veliajin. Nga ana tjetër, mbrojtja e kryebashkiakut kundërshtoi si shtyrjen e seancës, ashtu edhe pezullimin e afateve të paraburgimit. Jeni dëshmitar të faktit që çdo kërkesë që keni bërë ka marrë kohën e vet, por ka marrë përgjigjen e duhur, siç pat dhe sot, që mori përgjigjen e duhur fakti që ne akoma jemi 24 fashikuj të panjohur dhe sot gjykata na e dha mundësinë që t'i njohim mbasi kanë kaluar muajt dhe siç e pat sot praktikisht ashtu siç e thash në seancë, shkak për pezullimin e afatit paraburgimit është bërë Lart Haxhie. Sepse avokati i një kompanie që ishte në gjyqin tonë, praktikisht ishte për të mbrojtur zotin Haxhia në një gjyq tjetër për të ushtruar drejtën e tij dhe kjo bëhet shkak për të pezulluar afatin zotit Veliaj, i cili nuk ka asnjë lidhje as me avokatin, as me personin dhe nuk ka asnjë kontribut që mos zhvillohet procesi. Ju jeni dëshmitar të faktit që unë kam qenë çdo proces gjyqësor. Pas diskutimit mes palëve, gjykata e posaçme vendosi që SPAK duhet i vërë në dispozicion mbrojtjes Veliaj të gjitha fashikujt e dosjes hetimore, duke garantuar akses të plot në materialet e hetimit. Seanca u shoqërua me debate procedurale mbi vijimin e gjykimit dhe afatet e paraburgimit, ndërsa procesi ndaj të pandehurve pritet të vijojë në seancat e ardhshme.
Dy ngjarje të rënda janë regjistruar paraditën e së mërkurës në qarkun e Lezhës, njëra në Shëngjin ku një 35 vjeçar u plagos me armë zjarri dhe tjetra në Balltren të vjetër ku raportua një shpërthim e lëndë plasëse. Policia ka identifikuar dy autor të dyshuar për plagosje dhe po heton edhe rrethanat e shpërthimit. Autoritetet nuk përjashtojnë asnjë pistë për fshirë lidhjen e mundshme mes dy ngjarjeve. Në ngjarje të rënda kriminale kanë tronditur paraditën e së mërkurës zonën e Lezhës, ku policia po hetohet paralelisht për një plagosje me armë zjarri dhe një shpërthim me lëndë të dyshuar plasëse. Ngjarja e parë është regjistruar në Shëngjin në ambientet e një kompleksi ku një 35 vjeçar është qelluar me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar plotësisht. Si pasojë të shtënave, i riu ka mbetur i plagosur në këmbë dhe është transportuar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe nën kujdesin e mjekëve. Hetimet paraprake të policisë së Lezhës kanë çuar në identifikimin e dy personave të dyshuar si autor të plagosjes, ndërsa forcat e rendit vijojnë punën për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Në një tjetër zhvillim, po në të njëjtin har kohor, në Balltren të vjetër është raportuar një shpërthim në një biznes i dyshuar si shkaktuar nga lëndë plasëse. Zona është rrethuar menjëherë nga policia, ndërsa ekspertët kanë nisur këshyrje në vendngjarje për të përcaktuar natyrën e shpërthimit dhe autorët e mundshëm. Për këtë rast, policia ka shoqëruar një person të dyshuar i cili po merret në pyetje në lidhje me rrethanat e ngjarjes. Prokuroria e Lezhës ka marrë në drejtim hetimet për të dyja rastet, ndërsa deri më tani nuk ka konfirmim nëse plagosja në Shëngjin dhe shpërthimi në Balltren kanë lidhje me njëra tjetrën. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjeve dhe motivet e tyre. Një 15 vjeçar ka humbur jetën në pishinën private Glow në fshatin mashkullor të Gjirokastrës. Sipas hetimeve paraprake, i mituri dyshohet se ka psuar arrest kardiak gjatë kohës që ndodhej në ujë. Policia ka shoqëruar disa persona për marrje në pyetje, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plotë të ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të mërkurë në fshatin mashkullor të Gjirokastrës, ku një 15 vjeçar ka humbur jetën në ambientet e një pishine private. Viktima është identifikuar si Arbër Peçi. Sipas informacioneve paraprake, i mituri kishte konsumuar një pijetë të nxehtë dhe më pas ishte futur për t'u larë në pishinë, ku dyshohet se ka psuar një arrest kardiak gjatë qëndrimit në ujë. Megjithatë, me gjithë ndërhyrjen e menjëhershme, 15 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Burimet paraprake bëjnë me dije se i riu nuk rezultonte të kishte probleme shëndetësore të njohura më parë. Në momentin e ngjarjes, sipas të dhënave paraprake, në pishinë nuk ka pasur roje sigurie për pushuesit, një element që po verifikohet nga autoritetet si pjesë e hetimit. Pishina private Glow rezulton të jetë në pronësi të Ermal Kokos, bashkëshortit të nënkryetares së bashkisë, ndërsa kjo rretham po administrohet nga grupi hetimor për të sqaruar të gjitha detajet e funksionimit dhe sigurisë së ambientit. Policia ka shoqëruar 3 persona për të marrë në pyetje lidhur me rrethanat e ngjarjes, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes dhe përgjegjësive të mundshme. I mituri kishte shkuar në pishinë pa shoqëruar nga familjarët, ndërsa prindurit kanë bërritur në vendngjarje pas njoftimit për tragjedinë që ka tronditur zonën. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e goduar rjeti duke goditur një grup të dyshuar kriminal që merrej me shitjen e armëve të zjarrit, lëndë plasëse dhe municion. Në total janë arrestuar 4 persona dhe janë sekuestruar armë, municion dhe prova të tjera materiale. 2 persona të tjerë janë shpadur në kërkim, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë. Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion të gjuar rjeti i cili në fokus ka goditjen e një aktiviteti të ndryshuar kriminal për trafik armësh, lëndësh plasëse dhe municion në kryeqytet. Gjatë aksionit janë arrestuar 4 persona, ndërsa 2 të tjerë janë shpadur në kërkim. Hetimet janë zhvilluar përmes metodave të blerjes së inskenuara nga policia, të cilat kanë shërbyer për dokumentimin e aktivitetit palishëm dhe identifikimin e të dyshuarve. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 7 armë zjarri, konkretisht 4 pistoleta dhe 3 automatik, së bashku me si municioni luftarak dhe prova të tjera materiale që po analizohen nga grupe hetimor. Sipas të dhënave hetimore, personat e përfshirë dyshohet se vepronin të organizuar në 2 grupe kriminale, të cilët siguronin dhe shistin armë në zona të ndryshme të Tiranës. Çmimet e armëve varionin nga 1.500 euro për pistoleta deri në 2.500 euro për automatik të tipit Kalashnikov. Hetimet për këtë çështje kishin nisur më herët dhe në muajin mars kishin çuar në arrestimin e 5 personave të tjerë. Në total, në kuadër të operacionit të rjeti, autoritetet bëjnë dijes janë arrestuar 9 persona dhe janë sekuestruar 17 armë zjarri, 4 kallëp lëndë plasëse, sasi e konsiderueshme municioni, 4 automjete dhe 13 telefona celular. Policia e shtetit vijon hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal, si dhe për kapjen e 2 të dyshuarve që aktualisht ndodhen në kërkim.
Bordi i Transparencës ka vendosur ulje me 2 lekë për litër të çmimit të naftës dhe benzinës në tregun e shumicës dhe pakicës. Vendimi i ri përcakton tavanet e reja të shitjes për 2 produkte, të cilat do të mbeten në fuqi deri në një vendimarrje tjetër. Bordi i Transparencës ka rishikuar me ulje çmimet e shitjes së karburanteve, duke vendosur tarifë të reja për naftën dhe benzinën si në tregun e shumicës ashtu edhe në atë të pakicës. Sipas vendimit të fundit, çmimi i naftës është mbuluar me 2 lekë për litër. Në tregun e pakicës, nafta nuk do të shitet më shumë se 188 lekë për litër nga 190 lekë që ishte më parë, ndërsa në tregun e shumicës çmimi është përcaktuar në 176 lekë për litër nga 170 lekë që ishte në fuqi. Edhe benzina ka psuar ulje të në tregun e pakicës, tavani i ri është vendosur në 171 lekë për litër nga 173 lekë për litër. Në tregun e shumicës, çmimi nuk duhet të tejkalojë 159 lekë për litër. Vendimi i Bordit të Transparencës hyn menjëherë në fuqi dhe do të qëndrojë i tillë deri në rishikimin e radhës në varësi të lëvizjes në tregjet ndërkombëtare të karburanteve. Eci me zhvillimet nga rajoni, parlamenti grek është përfshirë në debatet e ashpra pas miratimit të një pakete të re ligjore që forcon masa kundër emigracionit palishëm. Ligji parashikon përshpejtim të dëbimeve, zgjatje të ndalimit të administratave dhe kufizim të legalizimit të qëndrimit për azil kërkuesit e refuzuar. Qeveria e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis synon gjithashtu ngritjen e qendrave të reja të besimit jashtë BE-s në bashkëpunim me disa vende europiane. Parlamenti i Greqisë është përfshirë në debate të forta politike pas miratimit të një ligji të ri që synon forcimin e masave ndaj emigracionit palishëm. Paketa ligjore propozuar nga qeveria e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis parashikon përshpejtimin e procedurave të dëbimit për azil kërkuesit me kërkesa të refuzuara, zgjatjen e afateve të ndalimit administrativ, si dhe kufizimin e mundësive për legalizimin e qëndrimit të personave pa dokumente. Një nga elementet më të diskutueshme të reformës është krijimi i qendrave të reja të besimit jashtë territorit të Bashkimit Evropian. Sipas ministrit të emigracionit, Greqia po bashkëpunon me këtë nismë me Holandën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Austrinë, ndërsa synimi është që në këto struktura të bëhen funksionale deri në vitin 2027. Vendimi ka shkaktuar reagime të forta nga opozita, e cila e ka akuzuar qeverinë se po përdor një retorik që nxit ekstremizmin dhe mbie ndeshje me parimet humanitare dhe të drejtave të njerëzit. Sipas analistëve politik, qëndrimi më i ashpër i qeverisë e lidhet me rritjen e presionit nga forcat e djathta radikale në vend. Emigracioni të mbetet një nga çështjet kryesore të debatit politik në Greqi në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2027. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 11 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore, gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare pa reshje, domethënse, paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8, sipas të dhënave astronomike. Lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 19 deri në 33 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 28 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 28 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 20 deri në 30 gradë Celsius. Kavaj, 19 deri në 30 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 32 gradë Celsius. Berat, 19 deri në 33 gradë Celsius. Korç, 13 deri në 26 gradë Celsius.
Vlorë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 14 deri në 28 gradë Celsius. Sarand, 20 deri në 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 11 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në disa zona gjatë orëve të pasdites nuk përjashtohen zhvillime të izoluara të vranësirave konvektive. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mundjen, bashkë miru takofshim.